që premtuam pak më parë, ajo që do ndërtojmë së bashku tani është një spirale mendimi për të kuptuar dhe për të tentuar të shkojmë drejt disa të vërtetave, të cilat mund të keni lexuar online, mund të keni gjetur një libër i cili ju ka çuar drejt tyre. Agartha është një term me të cilin mund të jeni ndeshur shumë pak deri më sot, por ne së bashku do mundohemi të shohim dhe të kuptojmë të gjitha teoritë të cilat e rrethojnë Agarthën, për të kuptuar cilat janë të gjitha dëshmitë arkeologjike që dëshmojnë dhe çfarë në fund të ditës është e vërtet dhe çfarë nga ana tjetër mund të jetë thjesht një teori konspirative. Diskutojmë së bashku me një mikesh të mirë të programit që është Afrodita Zaja, mjeshtre meditimi dhe diturisë mistike të lashtë. Afrodita, të përshëndesim. Kënaqësi që lidhemi së bashku. Kënaqësi që po ju rishikoj. Dashur, çfarë është Agartha për gjithë ata që ndoshta ndeshen për herë të parë sot me këtë term? Agartha mund ta kenë dëgjuar në shkrimet për shumë nga shkrimtari francez që quhet Alexandre Saint, në fund të shekullit 19, pra ka përmendur fjalën Agartha. Por ju e dini që u merrem dhe me etimologji, po ta shikoni fjalën Agartha, do të thot a, do të thot negative. Garta është si një grop ose një diçka e thellë, pra diçka poshtë tokës, si thua. Është një grop që është, domethënë, poshtë tokës. Diçka që është ose nën toksore, në këtë kuptim. Fjala e saj për ta kuptuar dhe për publikun. Pra, tani, po Afrodita, pra me fjalë të tjera ti po thua që te kjo gropa, përtej gropës, përtej gropës, çfarë ka përtej kësaj grope që gjendet diku në tokë? Ti po thua që ka qytetërime të tjera? Atëherë, po. Unë do t'jap perspektivën vedike, sepse është më e sakta nga të gjithë perspektivat e tjera, pra diturisë vedike. Ideja e Agarthës është njësoj tek vedikët si planetet që quhen poshtë tokës, që quhen patal. Domethënë, toka është konsiderohet e sheshtë. Në qoftë se toka shtrumbullakët nuk e dim ku janë këto botët poshtë ose sa thellë. Sido që t'jetë, edhe sipas shkencëtarëve, në fakt, thuhet që njeriu nuk ka shkuar më shumë thellë se 7.8 milje thellësi pra tokës, 12.3 kilometra afërsisht. Dhe po ta shohim në këtë perspektivë, sipas vedikë kemi pra tokën dhe poshtë tokës, quhet plan, dhe poshtë tokës kemi 7 plane të tjera të ekzistencës. Dhe kjo më poshtë fare quhet Agartha, sipas në libra, ose në fantazit, ose në gjërat, dhe në fakt ekziston, dhe për mendimin tim sigurisht ekziston. Pra kemi 7 plane poshtë tokës. Dhe kemi gjithashtu, sipas vedikëve, tani një perspektivë më e re dhe më e qartë dhe më e saktë. Gjithashtu, pra kemi 7 plane poshtë tokës dhe bashkë me tokën kemi edhe 7 plane pra sipër tokës. Afrodita. Dhe kjo quhet gjithë universi. Po, Afrodita, në këtë botë, kështu po i quajmë bashkë, të pasbuluar nën toksore për ne, cilat janë portat e hyrjes në tokë sot? Si shkohet aty? Të paktën nëse kemi dëshmi. Po, atëherë, këto njerëzit ose qenjet që banojnë këtu poshtë, sipas vedikëve quhen asura. Në fakt kemi shumë mitologji, kemi shumë ndërkohë dhe pelazgjike dhe nordike, quajnë në fakt pak a shumë me të njëjtin emër. Asura janë qenit që banojnë aty poshtë. Tani, në periudhat kur epoka është e ardhur në tokë, ato nuk lejojnë që të vinë këtu. Pra, portat, këto gjërat janë të mbyllura. Por në epokën Kali Jug, ku kemi qenë këto 4.000-5.000 vitet e fundit, ato kanë hyrë, kanë bërë çat këtë qefi këtu në tokë. Në fakt thuhet, sepse thuhet që këto qenjet poshtë tokës, asurat, kanë marrë pushtetin në tokë. Domethënë ato drejtojnë sistemet dhe në fakt dhe teknologjinë që neve kemi në tokë është ardhur prej tyre. Edhe interneti që po flasim neve. Pra janë më të avancuar se ne si shoqëri. Ato kanë një teknologji më të lartë sepse jetesa këtu poshtë, nëse ti për shembull shkon aty poshtë e jepet një trup, nuk është 100 vjet sa është trupi i njeriu, por është 1000, 2000, është periudhë më e gjatë jetësore. Kështu që mund të mësosh teknologji të reja. Këto thuhet që kanë ndërtuar edhe piramidat, edhe këto gjërat që janë në tokë, që njerëzit ende kanë pyetje se si janë ndërtuar. Mirë, pikrisht
ta banor. Dhe një gjë tjetër dhe një gjë të vogël fare. Po, patjetër. Ato sigurisht kanë marrë pushtetin këtu, por nuk duan që njerëzit, që janë njerëz, domethënë të vërtet, njerëzit nuk duan që njerëzit të evolojnë ose të marrin të mësojnë teknologjinë si ta bëjnë vetë ose të evolojnë në botët më sipër. Ato nuk duan që të jenë si themi ne të jemi sklever të tyre në një farë. Ne të jemi sklever të tyre, dhe meqense pak më herët the që ata kanë marrë drejtimin në tokë, në role të ndryshme drejtuese, the kryesisht tek politika se e përmendë pak më herët, a kemi raste konkret, sepse ne mundohemi t'i kuptojmë, sepse në qoftë se flasim vetëm për teori, në fillim gjatë si një libër voluminoz, fantastiko shkencor. Po, cilët janë disa nga drejtuesit global që në fakt nuk janë njerëz, nuk janë human, por vinë nga nën toka? Atëherë nuk është vetëm fjala drejtuesit, por edhe njerëzit që kanë teknologji ose punojnë në gjëra, ato janë kudo, nuk mund t'i dallosh, por nuk mund të themi emra sepse masoneria ose Illuminati, këto gjërat janë organizata të tyre për shembull. Dhe ato domethënë janë qeveritarët ose këto nëpër botë janë kukullat e atyreve, këtë themi. Marioneta, pra. Ti po thua që humanët janë marioneta të këtyre krijesave. Si klasifikohen? Reptilian, ka një emër, një term? Jo, është thjesht janë qenie që vinë, shpirti i tyre vjen nga poshtë, por ato mund të kenë trup njeriu. Domethënë nuk i dallon dot. Okej. Duket si njeri. Nuk është reptilian ose këto gjëra, domethënë. Ato banojnë në nën tokë, nëse shkojnë aty sipër, por kur është këtu, janë në formë njeriu, nuk i dallon dot kush është edhe kush nuk është. Okej. Mund të duket si njeri. Po, a kemi dëshmine nga zbulues, ata që kanë tentuar të eksplorojnë deri më tani, qoftë edhe një dëshmit që i kanë shkuar afër këtij realiteti për cilin ne po flasim tani? Arkeolog mbase. Arkeologët kanë shkuar në Rusi. Po. Kjo kush mund ta shikojë në internet edhe në ta studiojë. Nuk kanë shkuar më shumë thellë tokës, pra vetë njeriu, ne me teknologjinë tonë, nuk kanë shkuar më shumë poshtë, pra toka ashtu, nuk mund të shkosh më shumë se 7.8 milje, pra 12.3 kilometra. Nuk mund të depërtosh më, është një botë tjetër që quhet Atala. Edhe që quhen Agartha ose këto gjërat, qendra e tokës ose këto gjërat. Në përgjithësi gjithë shkenca që është në ditët e sotme që mësohet nëpër shkolla që bota është toka është rrumbullakët, një nga majmuni, janë gjëra të krijuara nga këta. Domethënë ato kanë mënyrë manipulative për njerëzit që mos të dinë të vërtetën. Por tani quhet epoka Kaliug, kemi hyrë, quhet epoka ujorit, do të thotë që këta do bien, domethënë vjen një avatar në përgjithësi në çdo epokë. Kjo nuk është ka ndodhur, nuk ndodh vetëm tani, kjo ndodh në mënyrë të përsëritshme në tokë. Kur ndryshojnë epokat, në rregull, dhe vjen një avatar dhe i mëson, si thua, njerëzve të vërtetën. Edhe në fakt dhe kjo dituria që po themi ne këtu është një pjesë e asaj të vërtetës. Pra jemi në një periudhë zgjimi, po thua. Periudha e zgjimit, tani njerëzit do të marrin vesh të vërtetën, ku që kanë këto botët, kush jam unë, ku janë këto botët e sipërme, që njerëzit në fakt qëllimi i njeriu është që të shkojnë në botët e sipërme, sepse ka botë më të mira se këto poshtë tokës. Në përgjithësi këto që janë poshtë tokës, pra qenet asura, ato i kemi pak a shumë reklamat atyre i kemi kudo. Filmat, ato makinat fluturuese nëpër Star Wars ose Ti po na thua që Star Wars është një Agartha? Promovim i nën tokës? I nën tokë, botëve nën tokës, që quhen Patala. Patala. Pra ne kemi edhe një Darth Vader. Ata janë, ato vetë, po bën edhe gradat-qelat nëpër tokë që bëhen nëpër beton ose këto gjërat është teknologjia e tyre, si thuash, sepse duhet ta bëjnë si shtëpinë e vet. Por njeriu duhet lidhet më shumë me natyrën, duhet jetë të gëzuar. Këto gjëra që mësoj tek meditimi Lotus Ocean, duhet filloj të mësoj se si të evoloj, të njohë të vërtetën, edhe të shikoj më tepër me sy botët e sipërme, sepse nuk ka në këtë epokë nuk ka patur shumë ose filma ose gjëra për botët e sipërme, përveç Lord of the Ring në fakt, vetëm aty mund të tregohet kjo bota që është sipër, Buvarlok quhet, sipër tokës, aty nëse njeriu një qenie shkon aty, ka dalë nga cikli lindjeve i vdekjeve, ka dalë nga smundjet, nga gjërat që përjetojnë në tokë.
Lord of the Ring, po, është Buvarlok quhet. Aty pra Lord of the Ring. Njeriu të shkojë. Qarta vërtet se na bëre ti hym dhe një herë këtyre prodhimeve kinematografike që ti shohim me një tjetër perspektivë. Flasim pak për Shqipërinë. Cila qytetëri me fshehen poshtë tokës shqiptare dhe a ka ndoshta një vend, një zonë të saktuar që shërben në formën e një portali nga Shqipëria që ne shkojmë dhe takojmë qytetërimet që ndodhen poshtë nesh? Njeriu vetë nuk mund të shkoj poshtë në qytetërimet poshtë nesh, nuk i lejohet. Nga ku vin ata pra tek ne? Asora, ato kanë teknologjinë për këto gjërat. Një njeri thjesht nuk mund të shkojë. Një njeri, ti për shembull mund të shkosh poshtë tuneleve që janë të hapura në nën tokë, nuk jeton dot. Nuk e qell, Cilat janë disa zona në Shqipëri, ndoshta? Në Shqipëri ke plot, po. Për shembull. Shqipëri ke plot. Sepse ka patur civilizime këtu të lashta, pra përpara epokës Kaliuk, përpara 5000 viteve dhe më tutje ka patur civilizime më të evoluare se sa sot. Njerëzit atëherë qenjet dinin, ato ishin shumë të fuqishëm, domethënë mund të krijonin një det të ri, një ishull të ri. Për shembull kemi ishulli i Sazanit, në përgjithësi ato në Vlorë janë shumë të vjetra. Çfarë ka në ishullin e Sazanit? Atëherë shkoni vetë dhe shifeni. Jo, i po na prezanton si një ishull i cili ka shumë mister, me sa mund të zbulojmë na trego. Ka shumë mistere, po. Ty ka, gjithë e din që ka tunele dhe gjërat, atëherë saktësisht, domethënë njerëzit duhet të zbulojnë vetë. Rëndësi ka që t'i mbetet shqiptarëve një, kjo është lajmi më i mirë që t'i mbetet shqiptarëve dhe të mos shitet të vendeve të tjera. Afërdita, Dhe të huajve. A ka një ndikim nga kjo botë e nën tokës në muzikë, në industri? Ti folje për filmat, po dhe muzika është një element shumë i rëndësishëm influencues në botë. Ka një ndikim? Absolutisht. Të gjithë pak a shumë, Hollywoodi, të gjithë këta dhe muzikat janë në përgjithësi të ndikuar prej tyre. Edhe artistët më të njohur? Po, edhe artistët më të njohur. Si mund të jenë të ndikuar? Do thot dikush që e ndesh për herë të parë këtë informacion. Jo, është një shpirt që ka qenë, mund të ketë qenë poshtë, ato nuk janë, është thjesht një qenie, që është edukuar dhe di se si muzikën, e di si ta bëjë etj dhe vjen në tokë në formë njeriu, mundet që mos ta mbajë mend fare, por diturinë e se si bëhet kënga, muzika e këto gjërat e kanë brenda tyre. Pra artistët sot, që njëri talentuar etj. Po, artistët sot emrat më të mëdhenj mund të jenë qenie nga nën tokë, thua. Qenë nga në toka, por mund të kemi dhe artistë që vjen nga sipër, nga bota e sipërme. Edhe në Shqipëri? Se çështja është flasim edhe në gjithë botën. Në gjithë botën. Edhe në Shqipëri, edhe në gjithë botën. Pra, dhe unë dalë më mund të jemi një prej tyre, po thua. Tani, ajo duhet vish tek seancat meditimi lotusoshëm për të parë më shumë se si është vibracioni yt. Ajo dallohet nga mënyra se si flet, ai thua të folur nga qendra e gojës, sa diturike, ka shumë gjëra, postura etj. Duhet t'jesh nga nën tokë. Është dituri. Të lutem Afërdita, kolegun tim për një seancë meditimi të mësojmë nëse është nga nën toka apo nga do botët që kemi sipër. Gjithsesi do mundohem që këtu mbi tokë të jap kontributin tim më të mirë. Afërdita, meqense po flasim vetëm për tokën, çfarë mund të themi për detet dhe oqeanët? Shumë figura që në fakt figura mitologjike që historia na i ka prezantuar, i shohim në formën e statujave, skulpturave, kudo, sidomos në kontinentin më të vjetër në Europë. Por në të vërtet, si qëndron e vërteta, a kanë ekzistuar gjysmë njerëz, gjysmë kafshët, a kanë ekzistuar sirenat, krijesat e ngjashme që vinin nga thellësitë e deteve? Sirenat ekzistojnë dhe tani, sa për kuriozitetin tuaj. Pse nuk i shohim? Pse s'kemi kontakt me sirenat? Sepse neve jemi në kontakt me betonin, me gradaçelat, me gjëra. Jo, sirenat rrinë në det. Njeriu nuk është shumë i lidhur me natyrën. Ekzistojnë 5 elementet e natyrës: toka, ajri, që marrin frym, uji, oqeanët, detrat, lumenjtë që përmenden, zjarri, elementi zjarr që na ngrë ose dielli, dhe eteri, qielli. Tani njerëzit nuk bëjnë qëndërzimin e trupit, nuk i përulen natyrës, nuk janë të lidhur me natyrën dhe inteligjenca i ka humbur. Në fakt, këto qenjet poshtë nuk duan që njerëzit të lidhen me natyrën sepse kanë më shumë inteligjencë. Nëse nuk je lidhur me natyrën, nuk do dish më, nuk do mund të shikosh
nuk je i aftë komunikosh. E kanë të qartë, por për të përgjigjur pyetjes, sirenat në gjithë këto vite, teknologjia ka avancuar, format e kërkimit janë avancuar, pse nuk i pam asnjëherë? Meqenëse ekzistojnë, pse nuk i pam asnjëherë? Se s'ka dëshmi, se s'ka foto, s'ka video, kamera ekziston për vitesh. Në Saranda, për shembull, kur guru im Piti Preshan Trivedi, erdhi në Sarand, ai e pa më herë që fjala Sarand lidhet me sirenat. Si etimologji. E shpjegojmë dot? Dikur aty njerëzit kanë patur kontakt me sirenat, me këto gjërat. Por tani si mund ti njerëzit nuk janë të lidhur me natyrën në kuptimin as shpirtëror, as spiritual, as fizik, sigurisht që nuk do të shohin asnjë sirena si gjë. Sirenat janë gjallësa që ne kemi parë në filma shumë të mira të dashur me një zë të bukur magjepsëse. Është çështje edhe frekuence, por është edhe gjë fizike. Sido që të jetë, njeriu ditët e sotme nuk është lidhur as me tokën. Ju kam thënë duhet bëni tokëzimin për ditë 10 minuta, të paktën me tokën. Afrodita, me ujtin edhe me këto gjëra të tjera. Nëse pak më parë the që piramidat e Egjiptit janë ndërtuar nga këto qenie nën toksore, po në Shqipëri çfarë është ndërtuar nga ato, sipas teje? Në Shqipëri, domethënë, tani Shqipëria e sotme është çike vogël, Shqipëria më thoni më përpara. Po. Ato kanë sunduar këto 4000 vitet e fundit, kështu që çdo gjë mund të jetë. Çdo gjë mund të jetë. Por unë do të mund të ketë, nuk dihet me saktësi, por në përgjithësi nën tunelet janë të qarta. Nën tunelet janë të qarta për ata. Por unë do të doja që të përqendroheshim më tepër tek botët e sipërme. Sepse botët e poshtme, energjia e tyre, dituria e tyre është pothuajse shumë e përhapur kudo. Ajo që ne nuk dimë të thua vjen nga botët e sipërme. Botët e sipërme nuk sepse këto nuk duan që neve njerëzit të mësojmë për botët e sipërme dhe ti, në fakt jeta njerëzore është që ti të punosh me veten, të mësosh si janë botët e sipërme që të përgatitesh, që të shkosh. Nëse dëshiron më shumë kënaqësi, nëse dëshiron përjetime të mira në jetën tënde, sepse shpirti jon pas vdekjes mund të vi prap këtu, mund të shkojnë në botët më poshtë, mund të shkojnë në botët më të këqija, por nëse pranohet dhe ka kryer veprime të dhura, që do thot karma të dhura, mund të shkojnë në botët më sipërme. Nëse dëshiron gjëra të mira. Por shumë në botët e sipërme nuk ka plakje. Nuk ka plakje, pra ti thua, në rast se ne e marrim të njohuri, mësojmë që mos të muremi dhe mos të plakemi më. Kurse në botët e poshtme, për shembull, në botët e poshtme që të kesh një bukuri, qoftë femër apo mashkull, që të ketë një bukuri, e kanë më tepër teknologjinë, operacionet plastike ose këto gjëra, të futesh në një makinë, që të bësh. E mësuam influencën nga kemi tani. Ja, tani influencën nga atje është, po. E mësuam nga kemi. Afrodita. Femrat ose njerëzit që bëjnë këto gjëra do thotë që duan të shkojnë poshtë, as në tokë nuk do pranojnë pas vdekjes. Palen paraj, se botët e sipërme nuk do të thotë që ti pëlqen ajo gjëra poshtë, je i drejtuar energjia jote dhe jeta jote për poshtë. Prandaj çdo veprim që bëjmë duhet të kemi parasysh që japim një mesazh universit ku ke qef të rish, ku do të shkosh. Qartë. Afrodita sapo na the, këto që kanë zgjedhur të bëjnë disa ndërhyrje, ka disa negative kjo. Faleminderit shumë për kohën, do duhet një tjetër takim që ne flasim edhe më gjatë. Na bëre shumë kurështar. Në botën e sipërme, për shembull, nëse një femër dëshiron, në botën e sipër nuk ka as gene, gjërat të jepet një trup siç e do ti. E qartë. E dizenjojmë vetë. Dhe merr në sekond, nuk ka nevojë për operacione se pra është botë sipër është më e mira sipër. E qartë. Afrodita, ne të përshëndesim fort, faleminderit që gjete kohën na bashkove në studio. Deri në bisedën tonë të radhës. Mirë, publikut i themi, mësua pak më shumë mbi Agarthën, këtë qytetërim i cili na qen ka poshtë këmbëve tona dhe deri më sot ne nuk e dinim. Është momenti të bëjmë shkputje shkurtër publicitare, rikthehemi vetëm pas pak me një tjetër ftuar, me një tjetër temë.